Kjo është modeli i ri që ja u kumbo tash. Bulliqin, se ishte duke të replikuar tani dëgjoj. Fillimisht po flasim për drejtorin që ka qenë 2 mandate dhe ka ndru subjektin politik për interesat vetë, që ka marrë Kosovën në qafë me demarkacionin, ka mashtru aty, ka përfitu për vetë dhe në fund ka ndru subjekt se ju ka dashtë. Kushtrim. Kjo është në personale tani të kalim tema tjera. Nuk është në kuadrë të ofertës për poduje. Te shkolla, ma gjej një kryetar komune që i ka ndërtu nën qerdhe ose që mashtron që i ka ndërtu nën qerdhe. Ku janë nën qerdhe? 8 qerdhe, tha. 8, 7 që pitëm. A bonën me ti numru për qytetar. Për qytetar. Nuk ka asnjë numru për qytetar që mashtron. Orlloni, po nis na 2 ekrane, 2. Po nis na pevën banimit. Po funksionale për një shkollë ke qenë, një klasë ke qenë, mos fribe ke qenë. Po nis na pevën banimit të kundër kandidatit nga radhët e PDK-s. Ja kemi para pak javësh e kemi perorue fillimin e punimit të qerdhës. Është në aneks shkolle. Jemi në fazën Okej, për qytetarët tani vetëm. A e kundër kandidatit dytë. A e pyet zotrin ku janë ato? Finale me apo qerdhën, shoqë e dina. Fazën finale. Fazën finale e kam qerdhën e tina. Këti tu ja bo. Se nuk u bo. Në Lozhan e kemi bo qerdhën, është funksionale. Në Sveqel është qerdhja duke funksionuar. Në Podujev këmë bo qerdhën që ne kemi gjetë të ndezur, të shkatruar, është duke funksionuar. Në Kërpime është qerdhja ndërtuar që është duke funksionuar. Cila qerdhën? Pyetjen e bën vetëm pak, Bulliqi, pyetjen e bëri vetë. Në gëmi kjo është proces. Cila qerdhë është në Kërpime? Leti Cila qerdhë është në Kërpime? Cila qerdhë është në Orlan? Son zonë sa i ka qerdhja në Orlan? Son zonë. Në Kërpime është që kjo është aneks shkolla, është unë të bëj 40 që ashtu jo për një mandat, po për gjysmë mandati. Kjo është qerdhja e Sveqles, e fshatit Sveqel. Kjo është qerdhja, kjo është objekti që ne kemi gjetë në Sveqel, shkolla vjetër. Kjo është qerdhja aktualisht që është në funksion. Në Kërpime cila është qerdhja? Në Orlan ku është qerdhja? Një veç pak, lutem. Ku është shkolla qerdhja? Kjo është qerdhja qytetit. Ku është qerdhja cila? Kjo është qerdhja cilën e kam gjetë në qytetin e Podujevës. Kjo është qerdhja. Kjo është qerdhja cilën e kam bo, aktualisht. Dhe është këtë me një mandat? Krejtbe, veç pak. Asë janë të vërti, ajo në fotografi Photoshopit? Photoshop është kjo. I ka arru krejt. Që për ja kalëzojmë krejt, lutem. Kështu në Photoshop? Veç një moment. Kjo është qerdhja, lutem. Vetëm pak. Kjo është Photoshop? A ka fokus, lutem. Jo, vetëm pak. Photoshop Vetëm një sekund. Afroja kamerës. Ajo në monolog. Dy qerdhe po fullet. Qerdhe në Orlan është e adaptu me në shkollë. Afroja, vetëm pak. Prit tani. Po vazhdojmë me qerdhe, se po qëtë se më qillu me letra. Prit se jeni bëgati me letra. Ju seri, ajo Photoshope të vërtita, apo janë... Prit pak. Ajo është në Orlan s'ka qerdhe, po ka aneks shkolle që u adaptu për qerdhe s'ka si në zanës. Tani kam prej shirita se janë mania shirita për zedhe është faktike. Cëla është qerdhe... Po kusa ma që qerdhe të lutem, se kjo është e Kërpimit. Po për t'ja pëshemër, po as faktet si dojnë ta. Ta as faktet si shojnë. Vetëm pak Kyseni. Kjo as faktet si kjo thot Photoshop. Qerdhja mbatlove pa përfundume. Objektet cilat jenë ndërtuar thot Photoshop. Okej, vetëm pak ju lutem Bulliqi, zotë urdhëroj Kyseni. Shamoni me ty. E pa përfundume. Unë përqitaj këmë me fotografi. Zoti Bulliqi e i pa fotografit, urdhëro. Apo do në ala? Photoshopin që përdor kë, shikon. Qerdhja në Orlan, aneks shkolle. Qerdhja në Batlave pa përfundume. Qerdhja në qytet, që do është më përfundu para një viti e sa, është dhe më thonë, së është askund. Qerdhja, dhe më thonë, në qytet egzistusja që ka qenë, si ka mundësi që e kalon veç atë qerdhe për 2 mandate qeverise që ka qenë drejtori i arsimit. A, duhet me vetë kryetarin tëmë ti. Sepse kryetarin tëmë vete. I cili e ka menaxhuar arsimin. Pak më herët tha, ti duhet me vetë kryetarin tëmë. E kam qeverisë drejtorinë e arsimit dhe kam investuar